Në mesin e natës, në Maybrook, eksaktësisht në orën 12 të natës, 17 fëmijë dolën nga shtëpia, të gjithë njerëqi, dhe u zhdukën, nuk u kthyen më. Do t'ju tregoj këtë histori që jam i bindur që do t'ju bëj që të reflektoni thellë. Ndiqeni me vëmendje dhe kush është rastisht, nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. E di që dikush prej jush e ka parë filmin Weapon, por a e dini se është bazuar në një ngjarje të vërtetë? Po. Madje Zach Greger mes shokëve pas ka treguar një histori. Por unë nuk dua t'ju tregoj historinë e Zach Gregerit, pra regjizorit të filmit Weapon. Por do t'ju tregoj, pra ndiqeni me vëmendje, që në çdo 2 sekonda në Amerikë zhduket një fëmijë. T'ja u tregoj sërish? Në çdo 2 sekonda zhduket një fëmijë. Po. Tani, pse nuk thuhen këto? Sepse askush nuk mund ta thotë dhe nuk kanë leverdi që të trembin njerëzit. Atëre, filmi Weapon sapo ka dalë dhe ka bërë bujë të madhe. Disa prej njerëzve, sepse e kemi thënë këtë nëse e mbani mend para disa viteve, e kam thënë se sa fëmijë zhduken çdo vit në botë. Është të merr ta mendosh, sepse zhduken rreth 8 milion fëmijë në botë nga faktorë të ndryshëm. Dhe 2 milion prej tyre tregohet që nuk gjenden. Pra nuk gjenden më. 8 milion zhduken, 2 milion prej tyre nuk gjenden më. Megjithatë, unë do përqendrohem tek filmi. Si e ka trajtuar filmin Zach Greger? Atëherë, Zaku e ka trajtuar tamam si është geniale, se si e ka trajtuar, të paktën ne që na cilësojnë njerëz të mistereve dhe të konspiracionizmit, ju garantoj që filmi është i qelluar, shumë i qelluar, dhe do t'ju them, pëlqejet nga të gjithë, por thosha që për ne që njohim më shumë për botën e mistershme, është shumë i qelluar. Në mesin e natës, e gjitha mblidhet rreth një gruaje që është në të vërtetë profesoresha e tyre. Dhe teksa fillon traileri, gjendet një frame i vogël i një grupi të nxënësve të bejsbollit. Dhe ajo është një pjesë, sepse ka ndodhur që dy prej tyre janë zhdukur, por nuk është ky fakti. Fakti qëndron që në film dikush u ka thënë fëmijëve që të dalin nga shtëpia. Por si rodhën ngjarjet? Ngjarjet rodhën që profesoresha, pra mësuesja e tyre, u telefonon prindërve duke u thënë që fëmijët nuk kanë ardhur në shkollë, sepse duhet të dini që një pjesë e fëmijëve zakonisht shkojnë vetë, ngrihen vetë nga shtrati, përgatiten dhe shkojnë në shkollë. Dhe këta fëmijë hanë dhe mëngjesin, e keni parë, zakonisht është në ngjarje reale po flasë, dhe këta fëmijë shkojnë në shkollë vetë. Kështu që prindrit, kush është në punë ose kush ka ikur përpara kohe dhe e porosit që në darkë fëmijën që duhet të shkoj ku ta mëngjesin, si ta mëngjesin etj. Pra secili bën të vetën nga këta fëmijë dhe shkon në shkollë. Kështu që një pjesë, sepse Amerika nuk është si punë e shqiptarëve, për shembull, që ne duhet, përveç se u rrim pas fëmijëve, por edhe i çojmë në shkollë, pastaj i marrim prapë nga shkolla. Ata kanë një bus zakonisht, që kanë një bus që busi i mbledh dhe i çon në shkollë. Dhe atë mëngjes autobusi kaloi, por nuk mori askënd, sepse askush nga këta fëmijë nuk u paraqit. Pra 17 fëmijë të një klase. Dhe kur mësuesja u telefonoi prindërve, prindërit thanë, po nuk janë në shtëpi. Dhe aty u alarmuan, pastaj u zbulua që fëmijët ishin zhdukur. Si ishin zhdukur fëmijët? Fëmijët që të gjithë në orën 12 të natës duhet që të dilnin nga shtëpia. Dhe nga kamerat e sigurisë, në film po flasë, nga kamerat e sigurisë shikohen këta fëmijë që ikin dhe mblidhen në një vend që nuk dihet se ku, sepse kush e kishte përgatitur këtë mbledhjen e tyre, aty nuk gjendeshin telekamera. Pra, deri në pikën ku gjendeshin telekamera, fëmijët sikur mblidheshin në një kovë, parafërsisht, që t'ishin të gjithë aty. Dhe vetëm njëri prej tyre
mundi që të kthej. Çfarë ndodhi me këtë që u kthye? Sipas gjasave, prap gjithmonë në film po flasë, pastaj do të tregoj të vërtetat. Sipas gjasave, fëmia mundi që të shpëtonte nga kush i kishte marrë. Dhe në të vërtet stash ishte profesoresha që bënte gjëja sikur ishte njeri i mirë, por në të vërtet është një shtrig dhe bën rite magjie. Tani, pse e ka lidhur me rite magjie dhe e ka lidhur edhe me subconscious, pra me nëndërgjegjen, zaku. Dhe njëkohësisht disa raste mendonin, shumë njerëz mendojnë që e ka lidhur edhe me entitete. Duhet të dini që entitetet nuk janë gjë tjetër veçse ne i quajmë alien, disa të tjerë i quajnë demon, të tjerë i quajeni si të doni. Dhe këta ushqen, të vinë drithërimat me këtë, këta ushqen me fëmijë. Dhe nuk ushqen vetëm me çfarë hanë, okay? Por ushqen me energjinë e tyre, ose me atë që ka prodhojnë që dikush thotë që është adrenokromi. Pra, fillimisht i trembin kaq shumë fëmijët, ndaj e kanë bërë dhe filmin të tillë që ti trembin shumë, sa më shumë tjetë e mundur, e trembin fëmijën kaq shumë, sa që në pas trurit, tregohet që adrenalina e fort formon këtë adrenokromin. Dhe sipas gjasave, ky adrenokromi u jep jetëgjatësi këtyre specieve. Disa mendojnë që këtë e përdorin edhe elitarët, e përdorin aktorë të mëdhenj, njerëz të mëdhenj, politikanë të mëdhenj. Ne këtë nuk e dim. Dim vetëm kaq që është reale dhe shumë nga këto, edhe pse duket si fantazi, kanë gjetur fakte, si për shembull fakti Websenit, Websen, si po më vjen tani, se kemi thënë disa herë, po s'po më vjen tani, që u kap ai me flok gri, nëse mbani mend një që e lidhin edhe Donald Trumpin me të, por e lidhin me shumë njerëz të tjerë sepse e kapën me qindra fëmijë. Tani atë kapën njërin më të vogël, si thuhen, konspiracionistët tonë kapën njërin më të vogël sepse ka një pafundësi. Por unë do t'ju tregoj një prej tyre që nuk është bërë publik. Njëri nga këta është Mel Gibson. Mel Gibson nga momenti që gjeti këtë tunel plot me fëmijë, mundi të merrte aq sa mundi, sepse nuk ishte ishte në një vend që mund edhe ta vrisnin, është e vërtet kjo, e ka treguar Mel Gibson në mënyra shumë, le të themi kështu, por nëse lexoni historinë që e ka treguar, ai po shkon të bënte një film dhe gjeti këtë tunelin plot me fëmijë dhe kishte frikë se mos e vrisnin, mundi që të lironte aq sa kishte, sepse aq s'kishte më mundësi, aq makina ishin kur ishin më shumë, mos gaboj, ishin jo më shumë se 7 makina, sepse ishin me përgjirime, do xhironin një skenë në një zonë dhe aty zbuluan këtë. Zbuluan sepse njëri nga fëmijët kishte mundur që të ikte. Ishte ai që ishte kujdestari, e kishin vënë si kujdestar të fëmijëve dhe ishte mundur që të ikte. Dhe ky kur shkoi, kujtuan se ishte një nga ata që luante filmin. Dhe kur e mori vesh Mel Gibson, shkoi dhe e pyeti, mbeti pa fjalë. Dhe tha se parafërsisht se ku e kishin, nga ku vinte. Ishte një zonë, po thuaj ishte desert, si mund të quhet. Ishte shkretëtir. Jo shkretëtir, por një zonë e tillë dhe që nuk mund të ekzistonte një njeri në atë zonë, merr mend një fëmijë. Dhe Mel shkoi në atë zonë me gjithë, në atë vend aty me gjithë këta asistentët, pastaj të rritit të tjerët, dhe tregohet që njëri nga këta që kishin lënë nga rojet, që kishin lënë aty, kishte psuar një atak kardiak, të paktën kështu thuhet, apo nuk dihet nëse kishte vdekur, po ishte pandjenja. Dhe kishte qenë kjo arsyeja që ky kujdestari, pra kujdestari i këtyre fëmijëve, ishte mundur që të ikte dhe kishte dalë. Ishte nën dhe, okay?
Dhe kur shkuan, që shkoi Meli, e dinte që pa dyshim dikush do të vinte pas pak, sepse binte telefoni dhe mundoheshin ndoshta që të vieshin kontakt, dikush që ishte aty, kishte telekamera, dhe tregohet që këto telekamerat mund që të kenë regjistruar edhe Mel Gibsonin me të tjerë, ndaj dhe Mel Gibson shkoi dhe, kjo është e vërtetë, shkoi në shtet, bëri denoncimin dhe për një farë kohe i dhan asistencë nga FBI për ta ruajtur dhe nuk ka folur më, foli që atëherë, foli disa herë bile ka folur së bashku me ata aktorin që ka bërë filmin Conte di Monte Cristo, Conti Monte Cristos, nëse mbani mend, ai që ka luajtur edhe filmin e Krishtit në që ka bërë Mel Gibson, filmi që ka bërë Mel Gibson, nuk më vjen tani ky aktori, dhe po thoshja që edhe bashkë me të ka bërë një fushat, si mund të quhet, të këtyre zonave ku mendohesh që mund të kishin fëmijë. Tani pse po e tregoj të gjithën këtë? Dhe pse Zak e ka treguar në mënyrë alegorike? E thjeshtë. Zak e ka thënë publikisht, që ka shumë gjëra që nuk mund të tregojnë publikisht, sepse janë forca të mëdha që kontrollojnë çdo gjë. Përse e kishte fjalën që kontrollojnë çdo gjë, forca të mëdha? Pra, dikush thonë që janë njerëz, dikush thonë që janë grupe të mëdha, lobe të mëdha që drejtojnë botën, por ka dhe të tjerë që mendojnë që janë specie të ndryshme që nuk janë njerëzore. Në fakt, tregohet që fillimisht bëjnë rite për t'ju marrë adrenokromin, sepse nuk e humba atë, për t'ju marrë adrenokromin, pastaj për t'ju marrë lëngjet e trupit, e dini çfarë, dhe pasi pinë ato lëngjet e trupit, tregohet që edhe pjesët e tjera, duke filluar nga çdo gjë, pastaj konsumimi total. Dhe ndaj thuhet që, ndaj janë ato mendime që në 8 milion, 2 milion prej tyre nuk gjenden, sepse kanë gisht jo vetëm këto speciet, por edhe njerëz me influencë që drejtojnë botën, që janë levat ose mashat e këtyre njerëzve të pushtetshëm dhe të këtyre specieve që quhen që mund të dominojnë dhe janë këtu mes nesh, të paktën kështu thuhet. Pra, kjo është e vërteta e filmit Weapon. Tani unë do t'ju pyesja diçka dhe do dëshiroja një komentin tuaj. Kush prej jush di se sa fëmijë zhduken në botë? Unë do t'ju sugjeroja që të futeni dhe të kërkoni në Google dhe të shikoni se sa numri që ju tregon aty. Numri që ju tregon aty është krejt ndryshe nga i reali. Megjithatë, bazohuni në atë që thon aty, pra në ato mos qëndroni vetëm në faqen e parë, por vazhdoni që të kërkoni nëpër website dhe do shikoni. Do shikoni është vërtet e tmerrshme. Shiko, kur e kam zbuluar për herë të parë, më drithroi kaq shumë sa që nuk doja të bëja më asgjë. As të lexoja, as të shkruaja, as të bëja, as të flisja, të bëja video, asgjë. Bile edhe në shtëpi isha shumë i errët, sepse të dridhet mishit, të zbulosh gjëra të tilla, janë tepër të mëdha. Ndaj po thoshja që filmi Weapon është bazuar vërtet në ngjarje reale dhe Zak Greger këtë e di shumë mirë, por e ka thënë me superlativa, sepse nuk mundet. Nuk mund t'i thuash, pra ta shesin si një film, ai po ta shet si një film që ti të informohesh dhe të shkosh të gërmosh për të kërkuar të vërtetën. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni nga ky argument. Ditë të mbar.